Të gjitha kudit e votimit të qarkut Tiranë do të rinumërohen me kërkesë të dy anëtarëve të Partisë Demokratike në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve. Vendimi u mor edhe pse kërkesa e Partisë Demokratike u rrëzua me shumicë votash nga KAS, por demokratët kanë kërkuar sipas së drejtës që jep kodi që të bëhet rihapja e kutive të votimit në gjithë Tiranën, në të gjitha qendrat e votimit. Bëhet fjalë për 1282 qendra votimi, kutitë të cilave do të hapen dhe do të rinumërohen me qëllim gjetjen e provave për pretendimet e Partisë Demokratike, të cilat kërkojnë pavlefshmëri të rezultatit në qarkun e Tiranës. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike në KAS, Ledi Obraho, tha se në fillimi i këtij procesi do përcaktohet në një moment tjetër dhe i gjithë procesi do këshyret nga administrata e KQZ-s, ndërkohë që partitë politike do të kenë përfaqësuesit e tyre. Në lidhje me kërkesën për kthyrjen e kutive të vletëve të votimit në qarkun Tiranë, KAS me shumicë votash e rrezon, por me kërkesë të dy anëtarëve të KAS do bëhet kthyrja e kutive të vletëve të votimit për qarkun Tiranë. Duke qenë se ky proces merr kohë, do duhet që 1282 qendra votimi, data për fillimin e këtij procesi do të përcaktohet në një moment tjetër, ku partitë politike kanë të drejtë të caktojnë vëzhgues, ndërkohë që procesi do kthyrët nga administrata e KQZ-s, kështu që kjo seancë pezullohet për momentin, tha Braho.